Daja e Elionës shpërthen pas rrëfimit në Big Brother VIP Kosova. Kjo është një gënjeshtër e madhe, po mashtron një popull të tërë. Rrëfimi emocional i Elionës gjatë spektaklit të fundit të Big Brother VIP preku mira shikues. Por duket se pas kësaj historie të dhimbshme fshihet një tjetër version i së vërtetës. Pas deklaratave të saj, ka reaguar ashpër daja e saj, Valon Zhubaj, i cili e ka quajtur publikisht rrëfimin e Elionës një manipulim të madh dhe një gënjeshtër të qëllimshme. Sipas tij, historia që Eliona tregoi për kamerat nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin. Arsyeja pse ajo është ndarë nga familja nuk ka qenë sepse është harruar në shkollë apo për detyra shtëpie. Kjo është një histori e trilluar, thuhet se ka deklaruar ai. Valoni pretendon se e vërteta lidhet me dhunën që babai i Elionës ushtronte ndaj fëmijëve dhe bashkëshortes së tij, dhe se ndërhyrja e autoriteteve ka ardhur pikërisht për të mbrojtur nënën dhe fëmijët. Sipas Dajës, Eliona sot po përpiqet ta zbukurojë të kaluarën dhe ta ndryshojë realitetin për dy arsye kryesore: për të fituar famë dhe për të rregulluar imazhin e babait të saj në sytë e publikut. Ajo po gënje një popull të tërë vetëm për të dalë më mirë dhe për të pastruar figurën e dikujt që nuk e meriton, është shprehur ai. Valoni thekson se nëna e Elionës ka qenë gjithmonë një grua e fortë, sakrifikuese dhe e përkushtuar, e cila ka bërë gjithçka për fëmijët e saj, pavarësisht kushteve të vështira dhe presioneve. Sipas tij, është e padrejtë që sot ajo të paraqitet si një nën neglizhente, kur në të vërtetë ka qenë viktime e rrethanave dhe e dhunës. Ai gjithashtu ka dalë në mbrojtje të vetes, duke thënë se familja nga ana e nënës ka qenë gjithmonë pranë Elionës dhe ka luftuar për ta mbrojtur atë. Ne kemi qenë aty kur ajo kishte nevojë. Nuk kemi heshtur kurrë për të vërtetën, thuhet se ka deklaruar Daja. Reagimi i tij ka ndezur debate të forta në rrjet, ku shumë djegës tashmë po pyesin veten se cili është versioni i vërtetë i historisë. Nga njëra anë qëndron rrëfimi emocional i Elionës në ekran, ndërsa nga ana tjetër akuzat e forta të familjes, që flasin për manipulim dhe mashtrim. Kjo situatë pritet të sjellë edhe më shumë polemika në ditët në vijim, ndërsa publiku mbetet në pritje të një reagimi të radhës nga vetë Eliona dhe Big Brother VIP Kosova, të cilët e gjunjëzuan dhe poshtëruan nënën e ndjerë të Elionës. Dhe gjithë kjo për disa klikime më shumë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thotë të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.